ngone hoxhën se nuk ju del keq. Marrën mend që të fjalë sot në fund vitit 2021. Më ngoni mirë se nuk ju del keq. Që mos ta devijoj populli janë djathën shmajt. Popull më marë me kurvni, popull më marë me hajni, popull më marë me vllavrasje, popull më marë me rena, traskina dhe gënjeshtra, popull më ushqy dhe ushqy familjen me haram, mos lejoni me devijue. Pavarësisht të tjerët çka bëjnë. Apo ju vjen mirë që s'po kalon javë, filanin e vran, fallanin e vran, si në Kosovë dhe në Shqipëri. Apo në vjen mirë me vetë vrasje, dhuna në familje, divorcimet. Këtë vit në verë, mrenda 2 mujve, 2900 divorce kanë qenë në periudhën e gurbetëzive gjatë pushimit veror. O vllazërit e mi, populli janë prej traditës dhe edukatës që ka pas, nuk e ka pas tradit kurvnin. Kurvnia, amoraliteti, gjithmonë ka qenë individ. Amon dallon populli prej popullit, se ne jemi musliman. Populli jonë, se ka pas prej traditës pijen alkoholike. Unë e majnë mend si fëmijë, për alkoholin thëshim si fëmijë, shkijet e pinë. Ç'të thëshim na si fëmijë? Shkijet e pinë. Na po dojmë një popull që largohet prej haramit, ngone hoxhën se nuk ju del keq. Marrën mend që të fjalë sot në fund vitit 2021. Më ngoni mirë se nuk ju del keq. Nëse një natë mbushet me alkohol, drogë, kurvni, faqe e zezë, përzirje mëshkuj e femra, në për kafene, restorante, ajo natë shëndrohet prej një natës e mirë në një natë të keqe. Na do t'i bashkangjitemi ati karavanit apo jo?